Në vitin 2013 kam drejtuar fushatën elektorale të Fitores në Kukës dhe që ka qenë, besoj, një ndër fushatat elektorale më të vështira në gjithë Shqipërinë përveç rrethanat. Fakti që në 2013 kam qenë fitues dhe jam shkput me vullnetin e lirë nga detyra e kryetarit edhe nga detyra të tjera, më jep një farë drejtë që të jem edhe kandidati i sot. Se nëse s'do e kisha këtë sukses, nuk do të mund të isha kandidat. Pra kam një aktivitet politik goxha të ngjeshur dhe kam një aktivitet politik, besoj, goxha profesional. Kam qenë antar i Këshillit Kombëtar, njëri zgjedhur 4 vjet, njëri ka qenë i kooptuar si kryetar, rreth 8 vjet kam qenë. Jam marrë ngushësisht me politikat e pushtetit lokal, që nga viti 2003 me Njazi Kosovrastin dhe me strukturën e drejtimit pushtetit lokal, kam qenë një njohës i mirë i hartimit statutit Partisë Demokratike dhe kontribues që nga koha e zotit Bode, besoj, në atë kohë, ku ka qenë sekretar dhe Partia Demokratike, në 2018 e kam pas përmend për shkak të anës profesionale që kanë pas nivele drejtuese në atë, për sa i përket rregullave bazë, jo për sa i përket zbatimit, se ajo ka specifik tjetër. Kaq kisha me prezantimin tim. Kuptohet që përballë staturës së Berishës, unë jam staturë pa njohur, sepse kam qenë një person që më shumë jam bërë i njohur në vitin 2018. Në 2018 u detyrova të flas për shkak se në Partinë Demokratike ndodhi një fenomen. Nëse ti tradhton, aty na i midis nuk reagon. Një midis që nuk reagon ndaj njeriu që me argumenta mund t'i thush tradhtar, siç ishte rasti i Lulzim Bashës dhe i deputetit tim të zonës, dhe ai mjedis nuk reagon, kuptohet që ai mjedis ka probleme të mëdha. Nuk ka më nerve, ai mjedis e ka humbur ndjesinë. Kjo ka qenë një keqardhje shumë e madhe në vitin 2018 për mua, sepse jam drejtuar edhe jo vetëm zotit Lulzim Basha, sepse zotit Lulzim Basha ju drejtova më spati, por ju drejtova zotit Berisha për faktin që ishte një periudhë 5 vjeçare që askush nuk hapte gojën. Zoti Berisha, duke e pa politikën në distancë në atë kohë, ndoshta nuk ka pas informacion, se informacionin e duhur, se edhe zoti Berisha ka një gjë që beson shumë njerëzit dhe e gënjen gjithmonë. Dhe duke e gënjur gjithmonë, për shembull, i thon marrëveshje, i thonin në atë kohë që Lulzim Basha është një lider perëndimor, shumë i Zotit, po këto që janë në afër gënjej. Edhe zoti Berisha e besonte. Dhe po ta vini re ju qëndrimet e zotit Berisha në 2014, që ishte udhëzimi i parë i Lulzim Bashës që tregonte që ky njeri ka ardhur për ta shkatruar Partinë Demokratike, kush ish profesioniste dallonte në formatin e vet udhëzimin e 2014-s. Profesioniste kanë fjalën që e kupton se çfarë do mi sillin ato rregulla. Në 2015 kur shiti reformën territoriale, unë jam ngjet prapë vetëm në një sallë të madhe me pushtetar lokal aty, ku kundërshtova Lulzim Bashën nga podiumi, isha në podium me zotin Basha dhe i thash kjo që po bëjmë ne nuk është normale. Sepse mos marrësh pjesë në një reformë territoriale dhe t'ja lësh kundërshtarit bëj çfarë do. Ajo më e turpshmja që bëri zoti Basha ishte që 2 javëshin e fundit e miratoi. Ndodhen edhe fenomene tjera si 17 maj, që ishte rasti më ekstrem, kur një kryetar i opozitës ulet me kryetarin e pozitës në një zyrë atje dhe firmosin një dokument që bie ndesh me normat morale, me normat statutore të Partisë Demokratike dhe me faktin që kur në politik nuk mund të lejon 2 individ bëjnë marrëveshje sekrete. Marrëveshjet sekrete janë për arsye sekrete, përcaktohen ka norma se si dhe kur munden personat ta quajnë një marrëveshje sekrete, jo ajo që ndodhi mes opozitës dhe pozitës në atë kohë. Që do të thotë gjitha këto gjëra kanë ndodhur jo vetëm në prezencën e zotit Berisha, por në prezencën e gjithë lidershipit Partisë Demokratike. Po pse nuk reagohet? Pse nuk reagojnë këta njerëz kur shohin kaq shumë problematika dhe kaq shumë poshtërsira, duhet të thënë. Se kanë qenë poshtërsira këta.
Edhe pse duhet shkoj të dalë bërtasuni vetëm atje te zyrat e PD-s edhe kur tallet Lulzim Basha dhe mos kem edhe mbështetës të tjerë që dalin edhe thonë, por ti nuk mund tallesh me këtë parti duke thënë betejë ime fillon, por ti ke humbur 2 herë, si mund ta bësh herën e tretë të punë? Unë mendoj që ka një zanafil, ka një burim kjo punë. Burimi qëndron te fakti që ne kur shohim të vërtetën nuk reagojmë. E njerëzit që fillojnë edhe ndërtojnë çdo lloj teorie, por dhe çdo lloj iniciative apo çdo lloj produkti mbi të pavërtetën, kështu do e kem përfundimin si puna jonë. Pra përfundimin e kemi shumë keq, po diskutojmë për demokraci mas 30 vjeç. Po mos t'ishte, unë në tren në 11 dhjetor detyrova t'ja them pak me finesë doktor mirë që trapi ambasadori amerikanë të shpalli në ngrata, u bo mirë për ne, që të zgjoj nga gjumi dhe nuk e mbron më Berishën, nuk e mbron më Bashën, po të paktën e kupton që rruga për demokratizimin e PD-s është vetëm një rrugë për të ardhur në pushtet. Dhe këtu e kam unë, pjesën e parë të platformës time. Kjo parti, në qoftë se nuk vendos një standard minimal, se si mund ndërtohet në mënyrë demokratike, kjo parti nuk vjen dot në pushtet. Dhe po ja niste një element shumë i rëndësishëm, te i pari fare vota që është guri themelit. Në partinë tonë mund ta prekësh ta vjedhësh votën dhe gradohesh. Domethënë kjo është ta kthesh partinë kokës mrapsht. Kjo është, për mos kuptosh që është konkurrenca fare në atë parti dhe që është karriera fare në atë parti. Në qoftë se unë kryj një veprim të tillë, si vjedhja e votës, unë kam kryer aktin më të rëndë, më të shumtuar në demokraci. Dhe ky quhet akt kriminal. Pse quhet akt kriminal? Se s'ke që bën një akt më të rëndë se ky. Ç'a ndodh? Partinë Demokratike ti e kryen, unë edhe e vet pranojnë, dhe një person që e vet pranon, s'po përmend me emra se i kam thënë te zyra PD-s, ja u kam çuar me shkrim aty, domosdoshmë nuk ja vlen, përderisa kam një kërkesë me shkrim që këto persona duhet përjashtohen nga PD-ja në mënyrë në mbledhjen më të parë, unë nuk kam se i përmend, nuk është normale ti ri përmend këtu. E kam me kryetarin e Këshillit Kombëtar, si mund të zgjidhesh kur deklaron që unë vjedh votë? Unë kam vjedh vota bashkë me kupolën drejtuese. Ç'a midisi jemi ne? Mund të këtë pikë kemi ranë këtë deregjën edhe du mundi me Diramën? Unë në gjithë respektin që kam për doktorin si figura historike e Partisë Demokratike, fakti që e pranoj këtë, mund bëri të kandidoj për kryetar partije sot edhe të jem këtu. Pra për të thënë, ti doktor, që me vetdi ose pa vetdijen tënde, e pranon që një njeri që vjedh vota dhe vetë deklarohet publikisht e vend kryet institucionit më të rëndësishëm, Këshillit Kombëtar, ti po bashkëpunon me Edi Ramën. Pse bashkëpunon me Edi Ramën? Sepse ti dele dhe i thu gjithë elektoratit që aksioni im politik u shit sot në këtë ditë. Cili është aksioni im politik kryesor? Aksioni im politik kryesor është përballesh me një sistem që manipulon institucionet, manipulon proceset zgjedhore, manipulon edhe gjithë opinionin publik. Si e manipulon? E manipulon nëpërmjet Damianëve. Ka shumë Damian Edi Rama Damian Gjiknura që e manipulon procesin. Në momentin që Edi Rama është njihet si një manipulator i një procesi, dhe ti e merr një person ose disa persona që kanë vjedh vota i vend krye, ti ke vrarë aksionin politik. Sepse ti do dalësh para elektoratit, nuk ke se si thu që unë do luftoj për sistemin dhe unë do luftoj për votën e lirë. Sepse çdo kush nga larg thotë, si lufton ti për votën e lirë kur ti fenomenin e vjedhjes votës lirë ke mbrenda partisë tonë bile njerëz të tillë i gradon. Ka nuk e kam hallin të personat e kam hallin të vrasja e aksionit politik. Pra ky për mu konsiderohet bashkëpunimi i parë me modelin e Edi Ramës, i cili normalisht është kundërshtari jon kryesor politik. Në Këshillin Kombëtar keni pa për votën ca fenomene që them drejtën
nuk du t'i referohem zdrejt për zdrejti, sepse mund kam edhe pak konflikt interesi në këtë rast, po unë e kam pranuar Këshillin Kombëtar, përderisa kritikova doktorin, unë pranoj dhe mos vot besohem dhe unë nuk hedh aludime që në Këshillin Kombëtar janë manipulu vota. Janë manipulu më përpara dje. Dhe kam thënë unë nuk kam asnjë lloj pretendimi që kam fituar dhe unë kam humbur me vota. Po dy gjëra që i kërkojmë që kaq kohë, duhet na jepni shpjegim. Me para pse nuk vendosen votat në krah të atyre që fitojnë dhe atyre që renditen. Janë rendit fituesit dhe nuk ka një sistem vlerësimi me vota. Pse në përdeg gjithë degët e Shqipërisë, ky sistem vlerësimi funksionon dhe në Tiranë në Këshillin Kombëtar nuk funksionon. Ose është pa kuptim votohet për 150 vjet. Në 150 vjet askush nuk i ma mend dhe nuk mund të ndërtojë një sistem vlerësimi. Mund të votosh 5, 10, 15. Po në 150 do të thonë ti po tallesh me mua që ku më jep fletën. Pse duhet tallesh me mekanizmin e votës? 3 shembuj mora që janë shembuj konkret që mos ta zgjas më ande. E dyta, pse duhet mblidhemi 2 herë në sot këtu? Doktori kishte një takim, sa flasim për demagogjinë në përgjithësi, duhet të ishim përballë dhe fillonim të diskutonim për 2-3 elementë bazik në lidhje me platformën e gjithë secilit. Jo, nuk e kam kërkuar. Unë kam që 5 vjet që ja kërkoj dhe 3 herë më shkruaj zyrtare doktorit, bile edhe në formë lutje, disa herë në media. Pra unë i kërkoj doktorit, e di që doktori është staturë e lartë politike dhe doktori është shumë i vështirë për të përballuar debat. Po unë i kam thënë doktorit, doktor, ne duhet ulim këtu përballë demokratëve, që të fillojmë dhe të diskutojmë rreth platformës, asgjë më shumë. Dhe të refuzosh këtë, do të thotë që ti të refuzosh rregullin bazik. Sepse refuzon doktori, besoj që do më thejë një përgjigje me datë 23. Po kjo nuk është normale, pse se statutin e Partisë Demokratike, po heqim dorë nga fakti pse nuk debatoj unë me doktorin. Po ka gjë më normale që për pozicionet drejtuese ku do të jenë 2 persona debatojnë? Se nuk e kam thjesht e debati, po e kam thjesht se debati përcakton edhe kajen e sistemit. Si e përcakton kajen e sistemit? Në qoftë se ti fut debatin, në debat ne dallojmë se kush janë personat që kandidojnë dhe ç'vlera kanë. Pra sistemi që ti ndërton është sistem që merr për bazë referencë vlerën. Sistemi që ne kemi aktualisht është një sistem i emërimit, ose jo sistemi i emërimit, po sistemi i servilizmit. Dhe unë i kam thënë doktor, me këtë sistem ja kam kërkuar edhe në mënyrë private. Një që e kam takuar mas 8 vjet, që i kam thënë, "Të lutem, le garën, debatin dhe vlerat, sepse do të zgjasin kamp, nuk i dihet se sa do të bëhet rreshti që do të varen te kamp të Sali Berishës për të qenë nesër një pozicion drejtimi që s'do të arrin dot kurrë në këtë formë." Pra, sistemi që ne kemi aktualisht është sistem që ka të bëjë me themel oportunizmi, nuk flasin njerëzit. Sistemi i debatit dhe ai që vjen me forcat e vet, ai nuk është oportunist, sepse ai ka kurajën, sepse e ka ndërtuar vet karrierën e vet dhe flet. Meqense dola te karriera, keni ngjuar ndonjëherë në statutin e Partisë Demokratike të përmendet elementi i karrierës tangencialisht. Edhe nuk është se s'ka materiale dhe dokumentacion që janë paraqit. Në 2018 unë kam paraqit një material, nuk po them shumë profesional, po në themelin e vetë përcakton të elemente karrierës. Ç'do thot karrierë? Karrierë do thot që unë s'pyes për asnjë në partinë time, qofse unë kam 3 vlera dhe nuk më heq dot askush. Si? Nëse unë kam për të drejtuar një strukturë Partisë Demokratike në një terren të caktuar dhe unë fitoj, nuk ka askush drejt ma nal garën për më sipër. Qoftë ky kryetar dege i një dege të madhe, nuk ka nuk na ndalon dot drejtën për të qenë kandidat për kryesinë e PD-s. Pra çdo kush që fiton ka drejt kandidojë më sipër pa e marrë leje askujt.
Çdo kush që humb me rënje, nëse ka humbje dhe humbje me rënje, që ta specifikoj, nuk mund ta vazhdojë më karrierën politike në atë drejtim. Ai mund të jetë shumë burr i mirë, por në atë moment nuk e ka Zotin me vete, ndodhin situata të caktuara dhe duhet të shohë jetën e vet private. Pra ky element i karrierës është shumë i rëndësishëm që duhet specifiku, por nuk është një, janë disa elementë që e përcaktojnë këtë. Dikush më bëri pyetjen po kandidatët për deputet, kandidatët për kryetarë bashkie nuk e kanë këtë kufizim. Aty mund të futesh dhe ti ma të forcat nëpërmjet votës antarësisë. Sepse është tjetër nuk po bën karrierë në strukturën e partisë, po bën kandidim lidhje me një pozicion siç është kryetari i bashkisë ose i deputetëve. Pra po të futesh dhe të analizosh të duan janë disa elementë bazë. Janë disa elementë bazë që përcaktojnë karrierën. Po t'ju jap një element tjetër që nuk është parashikuar në statut, që është shumë i rëndësishëm, shtrirja. Doktorin e keni ngjuar që sot duhet këtë fol prapë për bashkimin. Edhe mu më vjen mirë që vazhdon t'i rri asaj linjës vet se si Partia Demokratike mund të bashkohet. Dhe them drejtën, unë kam kohë që diskutoj për një linjë që e kalon kufit e bashkimit, po për një linjë që ka të bëjë me shtrirjen e Partisë Demokratike. Nuk e sjell bashkimi i Partinë Demokratike në sukses, edhe në fitore. Pse nuk e sjell? Sepse nuk mjaftojnë votat matematikisht. Si s'mjaftojnë votat matematikisht? Në qoftë se ne bashkohemi gjithë siç ishim me 25 prill, ne e dim sa numër votash marrin, maksimalisht. Tashi që këto kanë hedhë balë, aq keq mbi njëri tjetrin, ndoshta edhe më pak, po supozojmë rastin më të mirë që njerëzit i harruan se çka ndodh. Merr edhe votat e LSI-s. Pa llogaritë edhe emigracionin se çka ka ndodhur, sepse shumica që kanë ikur në emigracion janë pjesë e atij kontingjenti elektoratit që votojnë kundra Edi Ramës. Pra nuk mjaftojnë votat në ana matematike. Pse duhet të dalim dhe të diskutojmë kur ti teorikisht nuk e zgjidh problemin dhe bësh prova në praktikë. Dhe si zgjidhet situata me shtrirjen e Partisë Demokratike? Shtrirja e Partisë Demokratike ka të bëjë me besimin. Kanë ikë njerëz nga në thënjëshi familje të djatha demokratësh që kanë humbur besimin te Partia Demokratike për një ose x arsye. Shtresa e pronarëve që një pjesë e mirë janë larguar për Partisë Demokratike. Sot ke shtresën e mesme në Shqipëri, që janë specialistë sektorit privat e shtetëror pafund që nuk janë një pjesë e elektoratit gri që nuk vinë te Partia Demokratike. Pse? Sepse kërkojnë një model të ri për të ardhur te Partia Demokratike.